Mbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, jemi kështu me edicionin e lajmeve të orës 19:30 në Fokus. Të akuzuarit për spionazh, Muharrem Qirimi dhe Petri Shabani dalin para gjykatës, por me të filluar seanca, ky i dyti u ankua për probleme shëndetësore pas trajtimit të kërkesës së tij për shtyrjen e procesit. Seanca u zhvendos për një ditë tjetër. Nëse mandatari i dytë për kryeministër Glauko Njufca dështon në përkraje për formimin e qeverisë, vendi shkon në zgjedhje, ky proces mund të mbahet në fund të muajit dhjetor. Kjo shkaktoi dilema për prezencën e vëzhguesve ndërkombëtar, sqarohen nga BE-ja. Akt akuza për rezerva shtetërore zbulon se Ridvan Muharremi vendoste se sa litra vaj duhet të porosisë Kosova për rezerva. Avokati i tij kundërshton, thotë se nuk përmbushet asnjë vepër penale. Ndryshe vlerësojnë nga LDK-ja të cilët e shohin me shqetësim për fshirjen e Muharremit në këtë rast. Të lashe me furnizime material të nevojshëm për pacientët me dializë në Kosovë, këta e konfirmojnë se pati vonesa her pas here në trajtim, ndërsa nga SHSKUK-ja deklarojnë që shërbimet nuk janë ndaluar. E bia një pacienti i drejtohet institucioneve për këtë shqetësim. Pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga pozita e kryetarit të PDG-s, Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën e tij, duke thënë se tani është koha për partinë që të jetë e bashkuar. Në njoftimin e tij falenderon Hoxhajin e Krasniqin që drejtuan këtë parti në kohë sfidash. Bau Friday po vjen. Përgatituni për oferta ekskluzive nga data 10 deri më 30 nëntor. Bau Market, Bau Shembull. Her pas here patën të lashe me terapin për dializë, kështu deklaruan prapa kamerës së televizionit 7 pacientët, familjarët e cilve ju drejtuan edhe institucioneve me shqetësimin për këtë çështje. Por në anën tjetër nga SHSKUK-ja kanë deklaruar se nuk ka pasur vonesa në ofrimin e terapive, duke thënë se kanë marrë masa që furnizimi të stabilizohet. Mjekimin që marrin brenda e kanë një tek. Trajtimi me dializë në qendrën kliniku universitare të Kosovës javëve të fundit ka pasur probleme. Mungesa erpashershme e materialit e shkurtimi kohës së trajtimit nga 4 në 2 orë ka ngjallur panik tek pacientët. Që ka pasur vonesa në javën e kaluar e pohuan edhe pacientët prapa kamerës. Javën e kaluar kena pas problem, se s'ka pas sasi konta, që janë për dializë nuk ka pas ball. E për këtë e thënë se pati sasi të materialit. Të kohë djeka pos, kish ato të kohë, si të jenë kohë të kërëder kohë. Për pora ka pos me shtipera këtë, ta shkomu, veç me kam të pesja ka një qeveri këtë shtëras. Krahas kësaj situate me një letër, Mirandolina Bytyqi ju drejtua publikisht institucioneve. Pacientët e dializës nuk kanë luksin të presin, çdo vonesë, çdo mungesë e filtrit apo e një solucioni është rrezik jete. Megjithatë çdo ditë po përballemi me mungesa të pajisjeve elementare, filtra, gjilpëra, sete lidhëse, dezinfektues, gjëra që duhet të ishin të garantuara në çdo shtet që pretendon të ketë sistem shëndetësor publik. Është e turpshme që në vitin 2025 në kryeqytetin e vendit, pacientët e dializës po trajtohen me kushte që shpesh janë poshtë çdo standardi njerëzor. Është e papranueshme që familjarët të detyrohen të sigurojnë vetë materiale për një trajtim që duhet jetë plotësisht i garantuar nga shteti. Është e neverishme të dëgjosh justifikime për vonesat në të nder, ndërkohë që njerëzit po sëmuren e po dobësohen çdo ditë. Nga SHSKUK përmes një reagimi publik hodhën poshtë raportimet që ka pasur vonesa përkundër që ankesat i deklaruan vetë pacientët. Shërbimet e dializës nuk janë ndalur. Pacientët po e marrin trajtimin e tyre të rregullt në SHKUK, por edhe në spitalet e përgjithshme. Për momentin ka material të mjaftueshëm për zhvillimin e seancave dhe nuk ka pasur asnjë vonesë në ofrimin e shërbimeve. SHSKUK ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që furnizimi të stabilizohet plotësisht. Që kanë shkurtuar orarin e dhënjes së dializës e pranuan edhe nga Spitali Përgjithshëm i Mitrovicës. Vetëm probleme kemi pasur ditën e shtunë, kur ne furnizojmë me një material të hemodializës i cili nuk ka qenë kompatibil me të gjitha llojet e pajisjes që kemi ne. Realisht ne kemi 2 lloje të aparatura të hemodializës dhe ditën e shtunë materiali që na ka ardhur ka qenë kompatibil vetëm për një lloj të aparaturës, që ne kemi pasur 4-5 aparate të tilla. E nga Ministria e Shëndetësisë të njëjtën ishin të qasshëm për të shtatë. Një mesazh kërcënues ka alarmuar shkollën Daut Bogujevci në Fushë Kosovë një ditë më parë. Aty u paralajmërua shkatrimi i institucionit, gjë që shkaktoi shqetësim të prindërve që as sot nuk i dërguan fëmijët në shkollë.
krahas që u konfirmua se alarmi për bombë ishte i rrënë. Kjo është një lajm i fundit dhe i përsosur. Një bombë do të shpërthejmë brenda minuta në shkollën tuaj. Të gjithë duhet të lëni me njëherë pa asnjë pyetje. Ju kemi dhënë këtë lajm për të siguruar sigurinë tuaj, por ne kemi vetëm një qëllim, të shkatrojmë shkollën. Ky mesazh kërcënues erdhi në adresën e shkollës të mërkurën. Drejtuesit e institucionit arsimor Daud Bogujevci në Bresje të Fushë Kosovës u mobilizuan direkt që nxënësit të dalin nga objekti. Policia nisi hetimet pavonisë e më pas konstatuan se alarmi ishte i rrajshëm. Pavarësisht brenda shkollës veç se ekzistonte një plan se si të bëhej evakuimi në raste të tilla që mund të ishin me pasoja serioze. Kom dhënë urdhën edhe te punëtor teknik që gjitha dyert të jenë të hapura, hyrje dalje. Kem fillu bi gjitha anëve me shpëndan nxënësat. Rekomandim ka qenë që të drejtohen në komunë, domethënë obori komunës ka qenë i rrethuar dhe siguria ka qenë më e sigurt aty brenda komunës. Fatmirësisht gjithë mësimdhënës ju largu, domethënë në përcjellje të nxënësave. Ahmeti theksoi se institucioni ka mungesë të sigurimit fizik dhe e konsideron të domosdoshëm prezencën e tyre. Mungojnë punëtorët e sigurimit, mungojnë nashta rrallë shkolla në Kosovë kanë punëtorë të sigurimit, ajo është mas urgjentja që duhet me bo. Ne jemi fokusu domethënë te digitalizimi, shkolla ka kamera për siguri, domethënë ka kamera në ato ku nuk cenohet e drejta nxënësit, në për klasë nuk ka, hodhet janë përcjellën prej shkollës, po jo që non-stop ne kontrollojnë ato dhe mujna me u fokusu aty. Si pasojë e kësaj situate që ishte krijuar të mërkurën, disa prindër vendosën që fëmijët të mos i dërgojnë në shkollë të ajntën. Është diskutu, domethënë vrejt, sa do pak një shqetësim i fëmijëve. Ka qenë shqetësuese situata e dishit, normale është, po ai është vrejt edhe tek prind, ka pas disa nga mungesat. Ndoshta edhe ka qenë arsyeja që prind nuk i kanë sjellë sot fëmijët në shkollë. Kështu jemi munduna me mbajtje në kontroll situatën sot, po sa do këta janë fëmijë, ndoshta mund të jenë pranishme këto shqetësime. Policia e Kosovës për rajonin e Prishtinës ka deklaruar se janë në koordinim me prokurorinë për veprimet e mëtejshme sa i përket këtij rasti. Deri në mesditën e së ajntës nuk është konfirmuar nëse është identifikuar personi që ka dërguar emailin pasi ishte nga një adresë anonime. Me gjithë rasteve të tilla, Kosova është renditur si vendi me nivelin më të ulët të kriminalitetit në Ballkan. Kjo u bë ditur përmes raportit Indeksi Global i Krimit të Organizuar, i cili u publikua me 10 nëntor. Sipas rezultateve të këtij indeksi për vitin 2025, i cili mat 15 tregje kriminale, 5 lloje aktorësh kriminal dhe 12 bloqe të qëndrueshmërisë, të publikuar nga Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Kosova vlerësohet me nivelin më të ulët të kriminalitetit në Ballkanin Perëndimor me një mesatare prej 4.85 pikësh në një shkallë vlerësimi nga 1 deri në 10, thuhet në raport. Një pjesë e meritave ja dha vetës Policia e Kosovës. Indeksi Global i Krimit të Organizuar është një tregues që madh dhe rendit vendet bazuar në përhapjen e krimit të organizuar dhe rezistencës ndaj krimit. Një burr 50 vjeçar nga Kosova ka vdekur në një qytet të Francës pasi është sulmuar me shkop bejsbolli, kështu kanë raportuar mediat franceze. Ngjarja ka ndodhur në mesditën e së dielës, ndërsa autori i dyshuar u largua menjëherë pas sulmit. Viktima është goditur në fytyrë nga një ose më shumë persona dhe ka vdekur në spital të hënën në mëngjes. Ai ishte i njohur më parë nga policia, megjithse detajt se për çfarë shkelje bëhet fjalë nuk janë bërë të ditura. Është hapur hetim për vrasje me qëllim, i cili po kryhet nga Divizioni i Kriminalitetit të Organizuar dhe Specializuar në këtë vend. Ndërkaq një 19 vjeçar nga Malisheva ka vdekur në një aksident në Gjermani. Ai është Linor Krasniqi nga fshati Drenoci i kësaj komune. Thuhet se prej vitësh ai ishte duke qëndruar me familjen e tij në shtetin gjerman. Ngjarjen e kanë konfirmuar edhe komuniteti shqiptar në këtë vend, derisa ende nuk dihen detajet më të hollësishme për rastin. Qëndrojmë tek zhvillimet jashtë vendit, por të një natyre tjetër.
Të kësaj radhe flasim për Hagën, atje ku sot ka dëshmuar ish këshilltari Wesley Clark Michael Durkee, edhe ky në dëshminë të cilën e përfundoi për 2 ditë para trupit gjykues, e mohoi autoritetin e Thaçit në luftë. Dëshmimi i nisur të mërkurën pas dite e përfundoi para ditën së enjtës. E ato që tha ish këshilltari politik i Wesley Clark nuk dallon shumë nga të ftuarit të tjerë të mbrojtjes. Edhe Michael Durkee mohoi kompetencën e Hashim Thaçit që ta ndalon të dhunën e shqiptarëve ndaj serbëve. Nuk kishte kompetencë, nuk kishte autoritet Hashim Thaçi për ta bërë këtë gjë atkohë. Nuk ekzistonte absolutisht një strukturë komanduese që ai mund të përdorte për të ndaluar dhunën. Domethënë nuk kishte një zinxhir të konsoliduar komande në kuptimin e koordinimit të drejt për drejt, të komandës ish domethënë në ushtritë perëndimore. Teksa po tregonte për takimin që realizoi me Thaçin në Mons të Belgjikës, ky sqaroi se në çfarë cilësie ishte identifikuar. Në kohën kur jemi takuar me Thaçin në Mons, nuk besoj që ai ishte identifikuar si një person udhëheqës apo komandant i shtabit të përgjithshëm. Ai ishte identifikuar si një udhëheqës dhe po e citoj, i drejtorisë politike të UÇK-s. Do të ishte ndarë natyrisht nga shtabi i përgjithshëm. Dëshmitari i 6 mbrojtjes deklaroi pranë dhomave të specializuara se nuk e kishte lexuar aktakuzën për krimet që ngarkohen ndaj ish-krerëve të UÇK-s. E as nuk i kujtohet asnjë krim specifik që ishte veshur UÇK-s gjatë kohës së luftës. Nuk me kujtohet ky raport konkret, por mbaj mend që KFOR-i ka raportuar përmes kanaleve të rregullta të informimit se kishte incidente që UÇK-ja nuk po respektonte kushtet dhe kishte akte dhune ndaj personave të ndryshëm. Dëshmitari i radhës në gjykatën speciale Wesley Clark pritet të nisë dëshminë të hënën e 17 nëntorit. E një seancë gjyqësore në Kosovë dështoi të mbajë sot pasi Muharrem Qerimi dhe Bedri Shabani u paraqitën në gjykatore për rastin ku akuzohen për spionazh. I dyti u ankua për telashe shëndetësore, gjë që ndikoi në ndërprerjen e procesit për sot. Të parin e sëllën ish policin e Kosovës Muharrem Qerimin. Pas ti oficerët korrektues e shoqëruan deri në bankën e të akuzuarve edhe Bedri Shabanin. Me të ulur në vendin e tij akuzuari për spionazh kërkoi konsultim avokatin e tij mbrojtës. Besnik Berisha njoftua nga ai se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore për të qëndruar në seancë. Paraprakisht i njoftuar me gjendjen e Shabanit ishte edhe kryetari i trupit gjykues. Jemi të njoftuar nga një sit përkatëse që njëri nga të akuzuari Bedri Shabani ka qenë sot në shëndet jo mirë. Ke marrë trajtim shëndetësor apo Bedri? Por nuk jam i dashur në vazhdu seancën, nuk jam në gjendje. Fillimisht jemi të njoftuar nga një sija përkatëse. Për këtë arsyetim, gjyqtari Raman Beqiri kërkoi më shumë shpjegim. Ke marrë trajtim shëndetësor? Po, Ramon, por nuk është aksesor terapia që është kupon. Pas insistimit të vazhdueshëm nga i akuzuari për të shtyrë seancën, gjyqtari mori vendim që të konsultojë me qendrën e paraburgimit ku mbahen 2 të akuzuarit për spionazh. Dhe nga përgjigja përmes telefonit, rezulton se edhe sot i akuzuari Bedri Shabani është vizituar tek mjeku i burgut dhe se parametrat vital kanë qenë brenda vlerave normale. Duke parë këtë përgjigje, gjyqtari Beqiri e mori në pyetje edhe një herë të akuzuarin për shëndetin e tij. A vazhdon me pas shqetësimet njëjta shëndetësore? Para soi. Gjykata e pyet pandej nëse vazhdon para se paragrafit fundit. Vetëm para. Po? Kam shqetësime të shumta dhe kërkoj mënyrë humane që të shtyhet kjo seanca tjetër. Dhe në herën tjetër pëse që do të më mirë, për shkak se terapien që më të monë, terapi shumë e rëmë, nuk mëndet për tjetër seancën. Terapien një morë, sot është për të bishë në sigurit pikë. Pas fjales të akuzuarit, radha erdhi edhe mbrojtësit e tij. Janë çështje të natyrës personale, shëndetësore, humanitare, e konfidenciale, plus që kjo pjesë të jetë pa publicitet. Me kërkesën e avokatit Berisha, nuk u pajtua prokurori special Bekim Kodraliu. Neve jemi jurista, nuk jemi mjek. Megjithatë, unë konsideroj që duhet respektuar e drejta e të pandehurit sa përket trajtimit mjekësor. Me një konsul fare të shkurtër u aprovua kërkesa avokatit Berisha për të ndërprerë e më pas për ta shtyrë gjithë seancën. Urdhërohet largimi nga salla e të gjithë personave.
Për akt akuzën që është ngritur ndaj ministrës në detyrë Rozeta Ajdarit dhe zyrtarëve të tjerë është mbajtur sot një konferencë për media nga një subjekt politik. Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se në këtë dokument Albin Kurti do duhet të trajtohej si akuzuar. Ministrja në detyrë e qeverisë Kurti, Rozeta Hajdari, u bë shkak që një subjekt politik të mbajë konferencë. Lidhja Demokratike e Kosovës të njëjtën u deklarua rreth aktakuzës ndaj Hajdarit dhe zyrtarëve të tjerë për çështjen e rezervave shtetërore. Për kryeministrin në detyrë Albin Kurtin, i cili në këtë rast është ftuar si dëshmitar, sipas LDK-s do duhet të ishte në cilësinë të akuzuarit. Është çështja e natyrës kriminale të marrjes së vendimeve në këtë qeveri. Kryeministri ka ikë poshtë lart, nuk është paraqitur si dëshmitar. Tani këtu në aktakuz figuron si dëshmitar, do duhet të ishte si akuzum, sipas vlerësimit tonë, për shkak se ka përgjegjësi penale dhe politike në këtë rast. Ndërsa deputeti Alban Zogaj ka thënë se në aktakuz theksohet se në rast pati përfshirje të personave që s'kan pasur kurrë roli zyrtar. Prokuroria thekson se një person privat me emrin Ridvan Muharremi, pa asnjë rol zyrtar në shtetin tonë, ka negociuar këto kontrata, ka zgjedhur operatorët ekonomik, ka marrë dokumente të brendshme institucionale që konsiderohen edhe sekrete shtetërore dhe ato pastaj i ka ndarë përmes grupeve WhatsApp të krijuara nga vetë ministrja në këtë rast. Duke ju referuar aktakuzës, deputeti i LDK-s thotë se dëmi shkon mbi 3 milion euro dhe kjo po prek sigurinë kombëtare. Se në këtë rast është shkaktuar dëm prej rreth 3 milion eurove ndaj buxhetit të Kosovës. Dhe ky dëm përfshin rritjen artificiale të çmimit të grurit, rreth 200 euro mbi çmimin e tregut në atë kohë, sasi të padorëzuara të mallit të blerë që është kryesisht vaj dhe sheqer, kontrata të palegjshme të transportit të këtyre mallrave që e tejkalojnë kontratën origjinale dhe pagesa 100% në avans e që është krejtësisht në kundërshtim me të gjitha ligjet e vendit, por edhe të gjitha praktikat e deritanishme. LDK edhe njëherë rikonfirmoi se nuk ka marrëveshje politike për të votuar të mandatuarin e ri të lëvizjes vetëvendosje dhe se janë të gatshëm për zgjedhje të reja. Asnjë ftesë e re, në asnjë rrethon nuk ka vot për asnjë lloj qeverie, e cila tani është vetëm një taktik e re për me bleko. Për përfshirjen e Ridvan Muharremit në rastin e rezervave shtetërore u deklarua dhe mbrojtja e tij në emisionin frontal në televizionin 7. Avokati Mahmut Halimi tha se përmes aktakuzës ndaj klientit të tij nuk përmbushet asnjë vepër penale. Ndjekim një pjesë të kësaj deklarate. Në veprimet e zotit Ridvan Muharremi nuk përmbushet asnjë element i vetëm i veprës penale për cilën pretendohet në një. Në karrierën time 48 vjeçare si gjyqtar dhe si avokat. Është rasti pa njohur në literaturën juridike dhe në praktikën gjyqësore, kur dikush akuzohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare. Mundet me pas ndihmë të vjedhja rand, mundet me pas ndihmë të rastet e vrasjes, mundet me pas në forma dhe mënyra ndryshme, mirë po kur këtu është elementi i lidhur me cilësinë e personit, të cilin cilësi zoti Ridvan nuk e ka pas, atëherë po i bie se më tepër ka një konotacion politik që akuzë kundër Ridvanit. Përderisa po diskutohet për miliona euro të keq përdorura për rezervat shtetërore, televizioni publik po vazhdon të përballet me vështirësitë e njëjta me mos ekzekutimin e pagave. Punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës protestuan edhe sot duke paralajmëruar që të hënën të nisë greva. Edhe një herë u mblodhën për kërkesën e njëjtë brenda 7 ditësh. Si në të njëjtën e kaluar edhe këtë herë punonjësit e Radio Televizionit të Kosovës protestuan para vendit të tyre të punës. Kërkesa e njëjtë ekzekutimi i pagës. Gjendja në RTK është përkëtsuar ndërsa institucionet vazhdojnë të heshtin. Mbi 700 familje të punonjësve të RTK-s po përballen çdo ditë me probleme për
mbjetës. Presionin nga bankat, vështërsi për të paguar faturat e energjisë, ankthi i përditshëm për të ardhmen. Kjo nuk është thjesht më krizë ekonomike, është krizë e identitetit. Këtu dha dhe paralajmërimi për veprimin e ditës së hënë. Greva do të filloj nga e hëna në të gjithë radio-televizionin e Kosovës, nga ora 11. I ftoj gjithë kolegë të na mbështesin në këtë vendim. Pranë punonjësve të medias publike ishte edhe kryetari i AGK-s. Thirrja jonë është absolutisht për kryeministrin në detyrë Kurti, që e ka në dorë bashkë me ministrin e financave të gjej rrugë ligjore për të ekzekutuar së paku edhe për 3 muaj shtesë buxhetin për televizionin e Kosovës në mënyrë që gazetarët, kameramanët, montazherët, gjithë stafi i radio-televizionit të Kosovës të paguhen. Ndryshe nga era tjera, në protestën e tretë brenda këtij viti, punëtorët e transmetuesit publik morën mbështetje edhe nga përfaqësues të tjerë sindikatash. Sot kërkojmë atë që është e drejtë. Kërkojmë pagën për punën që ne e bëjmë. Mirë që gjetën para për pensionistët. Në këtë mënyrë është dashur të gjindem jetë edhe për radio-televizionin e Kosovës dhe 700 punëtorët e tyre. Kritika pati edhe për menaxhmentin dhe shkeljet e vazhdueshme. Ata këto pozita i kanë shfrytzuar vetëm për sfilata në festivalet e këngëve, pothuajse nuk ka ndodhur asnjë gjë në këtë institucion. Në anën tjetër, vetëm një pozitë është e lehtëshme edhe e rregullt, të gjitha të tjerat janë me ushtrues detyre. Të hënën duke filluar nga ora 11 deri në 12 radio-televizioni i Kosovës do të jetë në grevë, ndërkohë varësisht veprimeve do të merren edhe hapa të tjerë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka konfirmuar sot para medjeve se ka pasur kërkesë për takim nga Gleu Konjufca i vetëvendosjes. Ky tha se pavarësisht kësaj, qëndrimi i tyre nuk ndryshon, pasi që vendi duhet të shkojë sa më parë në zgjedhje. Kemi një vlerësim për figurën e zotit Konjufca dhe është vërtet kjo. Jo dini kur ishte situata në falamen krimi një qeverie, është një proces tjetër. Kushdo që i merë përgjësi, e merë përsipër me siguru votën. Ne nuk kemi pas ndonjë propozim ose kërkes nga vetë vendosje për çfarë do bashkëpunimi. Ka si me thonë kërkesa për takime, po nuk mendojmë që takimet janë diçka që ja vlen, ku nuk ka propozime për ndonjë përgjithësi, për ndonjë bashkëpunim, për ndonjë situatë të re. Megjithatë, kjo që ka ndodhur me këtë qeveri nuk është shumë e qartë. Për shembull, kryeministri më hershëm është zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm. Pastaj shumica e ministrat më hershëm janë aty. Pra, është e vështirë të diskutohet për një dalje nga kjo gjendje në situatën çfarë është, pas parasysh të shqetësimet buxhetore të gjitha, duke qenë kështu, ne po lutemi që zgjedhjet ndodhin sa më shpejt. E në rast se Kosova do t'i nënshtrohet edhe një palë zgjedhjeve, rrezikon që procesi të mos përcillet nga vëzhguesit ndërkombëtar. Kjo për shkak të periudhës kohore kur ato mund të mbahen. Nga misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve u deklaruan rreth kësaj çështje për televizionin shtat. Më së largu deri të mërkurën e ardhshme duhet të thirret seanca për votimin e qeverisë. Mirë po në rast se edhe mandatari i dytë, Gleu Konjufca, dështon t'i bëjë 61 vota, atëherë partitë duhet të përcaktohen për datën e zgjedhjeve të reja. Sipas afateve kohore, ato mund të mbahen me 21 ose me 28 dhjetor të këtij viti, tregojnë nga shoqëria civile. Presidentja duhet që brenda 40 ditëve të ketë një datë të kur do të mbahen zgjedhjet, nga momenti kur dështon brenda 40 ditëve që të jetë data kur mbahen zgjedhjet, dhe data duhet të shpallet sa më shpejt për shkak se duhet KQZ të përgatitet dhe të jetë e gatshme për të organizuar zgjedhjet, të cilat do të jenë shumë sfiduese për shkak se akoma nuk është përmbyllur një proces i zgjedhjeve lokale. Nëse ato mbahen me 28 dhjetor, janë ngritur shqetësime lidhur me mungesën e mundshme të vëzhguesve nga Bashkimi Evropian. Nga rreth 100 sa ishin në zgjedhjet e 9 shkurtit, nga ish opozita po pretendohet se mund të reduktohet numri apo të mos vinë fare për shkak të pushimeve dhe festave. E televizionit të shtat pyeti shefin e misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve nga BE, Natalja Lojsau, rreth kësaj çështje dhe mori këtë përgjigje. Varet nëse do të mbahen zgjedhjet dhe nëse BE-ja është e ftuar të vëzhgojë. Ju lutem të kontrolloni me Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm.
Ndërka që nga shërbime evropiane veprimit të jashtëm të enjtë nuk thyen përgjigje për të shtatë. Mirë po edhe në rast se vëzhguesit janë këtu, Krasniqi nga Demokracia Plus beson se ka edhe probleme tjera që mund të paraqiten. Shqetësimet që janë ngritur prej opozitës duhet të adresohen dhe mendoj që janë të drejta për shkak se është fundi i vitit ku shumë qytetarë mund të mos gjenden në Kosovë. Kushtet klimatike janë të vështira për ne për shkak të dimrit dhe shumë prej qendrave kanë probleme për ngrohje, për qytetarë që dalin në kutit votimit, por megjithatë kjo nuk do të jetë një datë që do të mund të lëvizet shumë. Raporti i vëzhguesve të BE-s për zgjedhjet e nënshkurtit ishte dorëzuar tek institucionet e shtetit me 14 maj. Kur jemi tek zgjedhjet, përgjithsisht ato lokale të cilave vendi u nënshtrua ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nesër do dalë me një raport me gjeturat për fletvotimet në komunën e Mitrovicës së Jugut. Për një kohë, procesi i verifikimit u ndërprej krejtësisht. Kjo shkaku i disa fletvotimeve që patën mospërputhje të numrave serik në Mitrovicën e Jugut. Prej kësaj të entje, një komision i themeluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur punën duke qëndruar në qendrën komunale të numrimit. Planifikohet që ky komision të përgatisë një raport dhe të njëjtin ta dorëzoj jo më vonë se më 14 nëntor, ndërka që për komuna tjera, ky vlerësim do të bëhet sipas mostrës së caktuar dhe raporti do të finalizohet deri në fund të javës. Elezi shprehje se ky komision do të jetë edhe në funksion të përgjigjes së kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa rreth votimit të balotazhit. Puna e këtij komisioni do të jetë në funksion edhe të përgjigjes së kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me një ankesë të parashtruar në këtë institucion për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut, por njëkohësisht edhe të sqarimit të më të tjeshëm të situatës së krijuar. Në Mitrovicë janë hasur fletvotime që kodi i tyre nuk përputhej me vendvotimin që duhet t'i takonin. Me këtë rast po merret edhe prokuroria, por nga ky institucion nuk kanë ndarë detaje për hetimet. Ish kryetari i Mitrovicës së Jugut Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, të dashur qytetar të nderuar antarë dhe përkrahas të PDK-s, sot me përgjithësi dhe besim në të ardhmen e partisë sonë shpalli kandidaturën time për kryetar të PDK-s, ka thënë Hamza. Ai është zotuar që do angazhohet për një PDK që sipas tij ruan vlerat dhe krijon rrugë për gjeneratat e reja. Ai është shprehur se tani është koha që të luftojnë për zhvillim dhe Kosovë evropiane. Përmes njoftimit, Hamza ka falendëruar Memli Krasniqin e Enver Hoxhain për kontributin në parti në një periudhë sfiduese për subjektin politik. Kandidatura e tij vjen një ditë pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga posti i kryetarit të PDK-s. E me këtë lajm po mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të enjte. Ju kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar, ndërkaq në 20:45 ju pret edicioni më i ri emisionit Pressing. Faleminderit që na ndoqët, mirë mbeqi.